Tenderi për furnizim me pajisje shtretër për hemodializë në klinikën e nefrologjisë është kthyer në rishqyrtim nga organi shqyrtues i prokurimit pas ankesave nga operator ekonomik. Në seancën e panelit shqyrtues të martën, OSHP-ja e mori këtë vendim shkaku i mos shqyrtimit të plotë të ankesës së kompanisë Argomed nga eksperti teknik. Tenderi prej 843.750 eurosh i fituar nga MediHealth pati përfunduar në OSHP pas ankesave të 3 kompanive. Në vlerësimin fillestar, eksperti teknik pati konstatuar se oferta e kompanisë Comed është në përputhje me kërkesat e dosjes së tenderit dhe se eliminimi i saj nga ÇKUK-ja ka qenë i pabazuar. Sipas vlerësimit të ekspertit teknik, nuk kanë qëndruar pretendimet e ÇKUK-s për eliminim. Eksperti teknik sqaron se nuk qëndron arsyeja e eliminimit të AK-s, sepse OE ankues ka ofruar dëshminë nga prodhuesit, e cila dëshmon se pajisjet në Shtetet e Bashkimit Evropian janë të instaluara, si Gjermani, Spanjë, Portugali, Greqi. Për më shumë, eksperti teknik sqaron se OE ankues si provë shtesë ka dorëzuar edhe një deklaratë të prodhuesit DiLife nga Zvicra, me të cilën konfirmohet se aparatura e DiLife i plotëson kriteret për sistol. Edhe ankesa Argomedit u pat anuluar nga ÇKUK-ja me justifikimin se kompania nuk ka dëshmi se ka pajisje të instaluara në të paktën 3 shtete të BE-s. Por OSHP-ja konstatoi se eksperti teknik nuk e shqyrtoi në hollësi rastin dhe kërkoi që ankesa të rishqyrtohet. Ankesa e Medicomit u refuzua me arsyetimin se pajisjet nuk i përmbushin kriteret e dosjes së tenderit, por këtë vendim avokati i kompanisë Kushtrim Palushi e cilsoi tendencioz. Ata thonin që do të thotë arsyeja kryesore pse është eliminuar Medicomi edhe prodhuesi Fresenius, gjoja se modeli me cilin ka aplikuar ky prodhues është modeli i vjetër i pajisjes, edhe s'ka rëndësi ai plotson apo nuk plotson kriteret, vetëm është modeli i vjetër, na pe eliminojmë. Kështu që ka qenë totalisht tendencioze dhe paragjykuese, sepse ata kanë mujt, nëse si kish plotsu kriteret, kanë mujt me eliminu për kriteret, po jo për faktin se është modeli i vjetër apo nuk është modeli më i fundit. Koha raportoi edhe më herët për tenderin që vazhdon të jetë objekt hetimi nga Prokuroria Themelore e Prishtinës, në të cilën të martën konfirmuan se policia është autorizuar të mbledhë informata për zbardhjen e plotë të rastit. MediHealth, që u shpall fituese në tender, është një prej operatoreve që gjatë vitit ka fituar më së shumti kontrata nga ÇKUK-ja, SKUK-ja, por është një ashtu në listën e kompanive më të gjobitura për mos liverim në kohë. Në shqyrtimin e së martës, ajo nuk mori pjesë, thanë që në të morën pjesë vetëm palët e pakënaqura, teksa shtuan që oferta e tyre është në përputhje me ligjin dhe dosjen e tenderit.